do të gjej opcione që të paguaj më shumë, është zgjedhje e familjarëve e prindërve. Edhe një problem tjetër që është vazhdimisht në Fushë Kosovë është edhe problemi me ujë, veçanërisht kur ka të rreshura të shiut me, po them, me ditë të tëra, nuk ka ujë në disa lagje të Fushë Kosovës. Si do të rregullohet kjo, zotëri Osmani? Kështu, uji si resurs natyror menaxhohet nga qeveria dhe nga kompania regionale Prishtina. Do të furnizimi me ujë. Infrastruktura është edhe kompetencë e komunës që deri mjetet bëj buxhet, bëj infrastrukturë. Fushë Kosova, nëse flasim për ujin e pishëm, ka një sistem të furnizimit me ujë relativisht të qëndruar si rrjet të zemë, si rrjet. Dhe ashtu siç po zhvillohet qyteti, po zhvillohet edhe rrjeti. Puna me ujin e pishëm është pasaj sasia e ujit. Sa është kjo e mjaftueshme për të furnizuar qytetarët e komunës së Fushë Kosovës me ujë të pishëm. Problemin më të madh në Fushë Kosovës se ujit të pishëm e kemi me sistemet e menaxhimit të ujrave atmosferike dhe kanalizimeve. Sepse është një sistem i cili është ndërtuar relativisht mirë, po është ndërtuar pjesë-pjesë, e cili nuk flet mirë mes vete, edhe që nuk adreson nevojat në rritje. Ajo që komuna ka bë, bashkë me komunën e Prishtinës, sepse është dorë një zgjidhje për bashkët për shkak të konfiguracionit teknik, ne kemi arrit edhe mendimin e qeverisë kemi arrit një marrëveshje të madhe me KfW, me qeverinë gjermane dhe me qeverinë franceze dhe ka një projekt të madh që do të investohet në komunën e Fushë Kosovës. Projekti fillon në fund të muajit janar, do të ketë dikon rreth 24 muaj punime, do të ndrohet e gjithë infrastrukturë, shumica e infrastrukturës kryesore në qytetin e Fushë Kosovës, duke ndërtuar edhe fabrikën për përpunimin e mbeturinave në fshatin Lismer. Me këto ne japim, besojmë, një zgjidhje përfundimtare për 20-30 vitet e ardhshme të qytetit Fushë Kosovës. Blend, edhe ndonjë pyetje? Unë po besoj që do të kemi mundësinë padyshim edhe gjatë ditëve tjera. Vetëm ta pyesim edhe konsideron të vështirë duke pas parasysh kandidatët që ke përballë. Ose feedbackun që ka marrë prej qytetarëve në momentin që është zyrtarizuar dhe reagimet në momentin që është zyrtarizuar kandidatura e tij. Me thënë drejt, unë edhe para sa të aplikoj kam qenë shumë inkurajuar nga qytetarë, nga njerëz që pse nuk provon që t'jesh më aktiv në politik, edhe pse nuk provon që... Do shta dhe nga përvoja, nga backgroundi për shkak të backgroundi, se duket për shkak të njerëzve që kanë punuar me mua, që kanë pas një eksperiencë kaluar, për shkak të rezultateve kulminante që janë rritë sektor. Tani, si më shohin qytetarët, aty ku unë shkoj, thotë po shoh një përkraje të fuqishme e një përkraje të plotë. Thotë, a është kështu apo nuk është kështu? Është çështje që do të vendoset me datën 12 tetor në kutitë e vendimit, sepse qytetarët me vullnetin e tyre të lirë përballë kandidatëve të partive të tjera? Ne veç që kemi pasur një përballje me kandidatët e tjerë dje, do të kemi sot pas ditë dhe një tjetër, do të kemi ditët e tjera, unë do të jemi hapur që natyrisht që të bisedojmë, debatojmë për të ardhmen e komunës sonë në mënyrë shumë parimore edhe me fakte. Besoni që do të fitoni Fushë Kosovën qysh në herën e parë, pra pa balotazh, apo dhe ka gjasa që një parti tjetër? Sepse do të jetë ndoshta edhe vështirë për ta parashikuar, duke qenë se LDK-ja ka kaq shumë vite që e mban Fushë Kosovën. Me programin zgjedhor, me listën e kandidatëve që kemi për asamble komunale, me listën e njerëzve që kemi dhe përvojën e tyre personal që kanë për të punuar me mua në mandatin ashëm, me diskutimet dhe debate që po punojmë me qytetarë, unë e shoh fare të mundur që do të lufta politike, gara politike, se tha kesh nuk është luftë, është një garë politike, të përfundoj me datën 12 tetor. Në çfarë do variante tjetër, thotë ne jemi këtu, edhe do të vazhdojmë thotë të punojmë me qytetarët tanë, në mënyrë që kjo çështje të përfundohet, mos humbim shumë kohë, edhe të kalojmë në një etapë tjetër, në nivel tjetër të organizimit.